Arrestohen 2 zyrtar të Kecit për rishfet. Kapen me 400 euro në xhep. 2 zyrtar të Kecit, Endrit Kuleta dhe Blend Behluli, janë arrestuar dje në ndyshimin për pranimin e rishfetit, duke keq përdorur pozitën e tyre për të përshpejtuar procedura zyrtare. Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, në bashkëpunim me prokurorinë e Ferizajt, ka realizuar një operacion të koordinuar pas ankesës së një qytetari. Hetimet tregojnë se 2 zyrtarët, të cilët mbajnë pozita të rëndësishme në sektorin e energjisë, kanë marrë një shumë prej 400 eurosh nga ankuesi në këmbim të shpejtimit të procedurave për zëvendësimin e njësorit elektrik. Sipas hetuesve, parat janë pranuar në zyrat e Kecit në Ferizaj dhe janë gjetur në xhepin e pantallonave të njërit prej 2 të dyshuarve gjatë kontrollit, kurse dyshohet se kërkesa për pagesën është bërë nga tjetri. Ata dyshohet se kanë kryer veprën penale, pranimin e rishfetit në sektorin privat sipas kodit penal të Kosovës. 2 të dyshuarit janë intervistuar në prezencë të avokatit mbrojtës dhe me vendim të prokurorit janë ndaluar për 48 orë, kurse hetimet janë duke vazhduar.